Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimit të takojnë Allahut dhe shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe gjithë ata të cilët të ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. I nderuari drejtor i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame Sabri Efendi Pajgora, i nderuari drejtor për diasporë Ekrem Efendi Sinica, e nderuara kryesi e punës dhe gjithë ju studiues të nderuar. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, selamu aleikum, paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi ju. Dhe më lejoni që në fillim t'ua përcjelli përshëndetjet e kryetarit, kryesisë dhe imamëve dhe kryesive të xhamive anëtare të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, të cilët ju përshëndesin përzemërsisht dhe ju urojnë për këtë konferencë të jashtëzakonshme. Jam me mision që në veçanti, pra në emër të tyre, që përshëndes fillimisht, si dhe përshëndetjet e tyre t'ju ja përcjellni edhe kryemiftiut Naim Efendi Tërnava. Tema ime titullohet Kontributi i xhamive të diasporës shqiptare në Evropë në ruajtjen dhe kultivimin e identitetit fetare kombëtar, xhamit anëtare të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër si shembull. Normalisht kumtesa është diku 20 faqe, por unë nuk do ta lexoj atë, kam nxjerr disa pasuese, fragmente, pra të cilat i kam adaptuar që të jenë brenda kohës prej 10 minutash, dhe për të qenë pra më i përpik do të mundohem që këtë ta lexoj me qëllim që mos të teprohen gjërat. Themelimi i xhamive në Perëndim nga ana Mërgatës shqiptare muslimane flet për pjekurinë e popullit tonë në Mërgat që të ndjek rrugë institucionale dhe të ndërtojë institucione. Historia e Mërgatës shqiptare në Perëndim në përgjithësi dhe në Zvicër në veçanti në periudhën pas luftës së dytë botërore nuk mund të shkruhet e ndarë nga institucionet fetare islame të këtij komuniteti në Perëndim, dhe as që mund të skicohet imazhi i saj pa imzan e hoxhallarëve shqiptar në Mërgim, të cilët përmes qendrave islame patën funksion tredimenzional për komunitetin, edhe atë fetar, kombëtar dhe integrues. Duke i lexuar raportet e aktiviteteve të qendrave islame të shqiptarëve në Perëndim, e sheh angazhimin dhe punën e madhe që bëjnë këto qendra në ngritjen dhe zhvillimin e jetës fetare, kulturore, arsimore dhe shoqërore për komunitetin shqiptar musliman dhe për shoqërinë në Zvicër. Unë ndjehem i nderuar që jam pjesë e këtyre qendrave dhe ndjehem krenar me kolegët hoxhallar për sukseset e arritura në fusha të ndryshme dhe në etablimin e qendrave islame shqiptare si një nga qendrat më të suksesshme komunitare në Zvicër. Këto institucione i themeluan veç shqiptarët musliman dhe jo dikush nga jashtë, as nga lindja dhe as nga Perëndimi. Në qendrat islame të themeluara nga Mërgata shqiptare në Zvicër, që shkëlqejnë në shoqërinë zvicerane dhe që vizitohen nga shkollat, nga qytetarët zviceranë dhe nga institucionet të ndryshme të shtetit dhe të shoqërisë zvicerane, brezat e Mërgatës shqiptare muslimane mësojnë të lexojnë kaptinat e librit të shenjtë të Kur'anit, por edhe mësojnë edhe himnin kombëtar. I mësojnë parimet e besimit islam në gjuhën shqipe dhe mësojnë poezi të Naimit, të Samiut e të poetëve të tjerë shqiptar. Aty mësojnë të këndojnë këngë fetare ilahie, si dhe mësojnë të këndojnë herojve kombëtar. Aty e festojnë Mevludin dhe aty e festojnë edhe 28 nëntorin, ditën e alfabetit, ditën e mësuesit, ditën e pavarësisë së Kosovës dhe data tjera të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Ata kështu mësojnë në qendrat islame shqiptare në Zvicër, pasi kështu kanë qenë rilindasit tanë. Kjo është rruga që ata e kanë trasuar. Kjo është vetdije lartë për kombin dhe fen, si dhe kjo tolerancë ndërvetare, që është një vlerë me të cilën shquhet populli ynë, dhe këtë vlerë ne e kemi bartur edhe në Mërgat. Në qendrat islame shqiptar u bëhet thirrje prindërve që t'i dërgojnë fëmijët e tyre për mësimin e gjuhës shqipe, krahas mësimeve për fen në gjuhën shqipe dhe mësimit të poezive në shqip që i mësojnë në këto qendra. Fe dominuese në Zvicër është krishterimi me të gjitha grupimet e tij. Bashkia fetare shumicë në Zvicër është ajo romano-katolike. Sipas Entit Federal për Statistikë të Zvicrës, Bundesamt für Statistik, statistikat e përkatësisë fetare për vitet 2019-2021 për banorët e Zvicrës prej moshës 15 vjeçare e përpjet, dhe studiuesi tu duhet qenë të kujdesshëm kur i lexoj statistikat për Zvicër. Në Zvicër statistikat bëhen prej moshës 15 vjeçare e përpjet, jo 15 vjeçare e më poshtë. Sipas kësaj, pra, këto statistika flasin se në Zvicër jetojnë
33.7% pjesëtar të kishës romano-katolike, 21.8% pjesëtar të kishës vendore evangelike të reformuar, 5.5% pjesëtar të bashkësisë muslimane dhe tjerë me radhë, dhe çka është interesante, 30.9% janë deklaruar pa përkatësi fetare. Statusi ligjor i institucioneve fetare islame në Zvicër. Sipas Kushtetutës Federale Zvicrane, individët kanë të drejtë të ushtrojnë besimin dhe bindjet e tyre religioze individualisht ose në bashkësi me të tjerët, si dhe të antarësohen e t'i përkasin një bashkësie religioze. Po ashtu, Kushtetuta Zvicrane garanton të drejtën e individëve që të formojnë dhe të bashkohen në shoqata konform këtyre të drejtave të garantuara me Kushtetutën Zvicrane. Pjesëtarët e religioneve dhe bashkësive fetare kanë të drejtë të organizohen në shoqata religioze dhe kulturore për t'i realizuar aktivitetet e tyre. Duke marrë parasysh se komuniteti musliman në Zvicër nuk e ka statusin e bashkësisë fetare të pranuar nga shteti, organizimi i tij bëhet përmes shoqatave dhe fondacioneve. Sa për informat, rregullimi i fesë në Zvicër është në nivel kantonal, jo federal, dhe tash tentativa më e re është në kantonin e Vadit, ku aty bën pjesë qyteti më i njohur është Lozana. Në këtë kanton për momentin është një procedurë që komuniteti musliman të pranohet zyrtarisht apo nga ana e shtetit. Inshallah, iniciativa është e suksesshme. Në kantonin e Bazellshtatit po ashtu është një komunitet i pranuar, por ai është komuniteti alevit, zyrtarisht që është i pranuar. Përndryshe, muslimanët sunit ende jo. Për këtë arsye, xhamit e themeluara prej shqiptarëve në Zvicër, si dhe xhamit tjera nga komunitetet tjera, janë të regjistruara si shoqata jo qeveritare, ndërkaq mbajnë emërtime të ndryshme si Bashkia Islame Shqiptare, Qendra Kulturore Islame Shqiptare, Qendra Shqiptare për Kulturë, Integrim e kështu me radhë. Ardhja shqiptare musliman në Zvicër, si dhe në Perëndim në përgjithësi, e shtoi edhe nevojën për hapjen e xhamive, ku do të ligjërohet dhe të mësohen parimet fetare në gjuhën shqipe, pasi mërgata shqiptare i barti me veten në Perëndim përkatësinë, ndjenjat, traditat dhe kulturën fetare. Kjo u pa nga antarësimi i shqiptarëve në xhamit e themeluara nga turqit dhe nga arabët në fillim. Pra shqiptarët janë antarësuar këto xhami ende kur nuk i kanë pasur xhamit e veta. Pastaj filloi hapja e xhamive shqiptare dhe kjo u intensifikua në veçanti kur mërgjimtarët shqiptar filluan të sjellin në Perëndim edhe familjet e tyre. Xhamia e parë e themeluar prej shqiptarëve në Zvicër ka qenë ajo e Zürichut, e regjistruar me emrin Bashkësia Islame Shqiptare, albanisht Islamische Gemeinschaft, në objektin e marrë me qira në rrugën Badenerstraße 262 në Zürich. Dhe namazi i parë, pra në xhamin e themeluar nga shqiptarët me imam shqiptar, është falur me 1 prill të vitit 1987 dhe këto janë të dhënat të cilat i ka marrë nga sekretari i atëhershëm i kësaj shoqate Sali Bajrami, si dhe po ashtu gjenden edhe në libra tjera të cilat i kanë shkruar studiues të ndryshëm, siç është Naser Ramadani dhe Vajit Sejdiu për shqiptarët e Sarganserlandit, si dhe në shumë studime tjera. Imami i parë ka qenë teologu Usame Xhemaili nga Shkupi. Por kjo nuk do të thotë se shqiptarët nuk kanë pas imam tjerë. Ka pasur imam shqiptar, por janë falur në kuadër të xhamive të turqve. Pra xhamit e turqve u kanë dhënë hapësirë edhe shqiptarëve edhe imamit shqiptar që ta falë xhamatin e tij dhe të tregojë ders faktikisht për xhamatin, por kanë qenë xhamit të turqve. E para xhami shqiptare regjistruar si xhami shqiptar është ajo në Zürich në vitin 1987. Hapja e xhamive në Zvicër dhe gjithandaj në Perëndim është një proces që rrjedh dhe ko pas ko hapen xhami të reja. Në Zvicër vepron organizata Ombrell, e cila i përfshin pjesën më të madhe të xhamive të mërgatës shqiptare. Në Zvicër gjithsesi komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, shkurt KMSZ. Jashtë ombrellës së KMSZ-s ka ngelur një numër jo shumë i madh i xhamive. Numri i xhamive anëtare të KMSZ-s deri në këto momente është 57 xhami. Ndërkaq numri i përgjithshëm i xhamive të mërgatës shqiptare në Zvicër supozohet të jetë diku 85. Xhamit e themeluara nga shqiptarët, po edhe xhamit e themeluara nga komunitetet tjera muslimane nuk janë thjesht vetëm faltore,
Ato ofrojnë shërbime të llojshme duke filluar nga kryerja e adhurimeve, ceremonive fetare, kurseve, mësim besimit për fëmijë dhe të rinj, ceremonive familjare, ceremonive martore e kështu me radhë. Kjo në vetvete flet se xhamit në Perëndim në përgjithësi dhe në rastin tonë në Zvicër në veçanti janë multifunksionale. Kjo është bazike për të filluar për të analizuar rolin e xhamive në ruajtjen dhe kultivimin e identitetit fetar dhe kombëtar të shqiptarëve në Perëndim. Për atë pra, pasjat edhe mirë, po inshallah edhe 2 minuta. Ashtu bukur. Pra, në fund pra, krahas realizimit të plan programit të mësim besimit të parapar për modulet për kace, në mektebet e xhamive shqiptare në Zvicër në veçanti, ka edhe aktivitete tjera që kanë karakter kombëtar. Për shembull, do të përmendim aktivitetet me rastin e festave kombëtare si 28 nëntori, 17 shkurti dhe dita e alfabetit. Ndjekësve të mësim besimit në mekteb u jepen detyrra që kanë të bëjnë me kultivimin e dijeve për historinë dhe gjuhën shqipe, si ngjirosja e flamurit kombëtar dhe flamurit të Republikës së Kosovës, ngjirosja e hartës së Shqipërisë, Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare në Ballkan, identifikimi fotografive të figurave të rëndësishme të historisë, kulturës dhe gjuhës shqipe si Ismail Qemali, Adem Jashari, Vebi Dibre e kështu me radhë. Pastaj mësimi i qyteteve kryesore ku jetojnë shqiptarët e kështu me radhë. Gjithë kjo tregon pra se në xhamit dhe në mektebet e xhamive shqiptare në Zvicër kultivohen edhe ndjenjat kombëtare dhe në mektebe po ashtu zhvillohet edhe mësimi plotësues i gjuhës shqipe. Do ta përfundoj me rekomandime. E para është një hap shumë i rëndësishëm nga ana e Bashkive Islame që kanë themeluar drejtori për diaspor, është një hap që duhet të përshëndetet. Më pas, të formalizohet bashkëpunimi i ngushtë i institucioneve përfaqësuese të qendrave islame shqiptare në Perëndim përmes formimit të këshillit koordinativ të unioneve të qendrave islame shqiptare në Perëndim, në bashkëndim të plot me Bashkitë Islame, organizimi vjetor i ditëve të Mërgatës në vendlinje. Dhe t'i bëhet një reklam kësaj paraprakisht në diaspor, ku do të merren fëmijët. Konvitet e medreseve mund të dedikohen para gjatë, të organizohen vizita në xhami e kështu me radhë, si dhe angazhimi i institucioneve arsimore islame të vendlinjës në bashkëpunim me organizata të ombrellë përfaqësuese të Mërgatës muslimane shqiptare për të hapur akademi islame, si shkollim alternativ, si hap që do t'i paraprinte edhe hapjes së degme të medreseve. Ju faleminderit, Zoti ju shpërblet.